Në nënkalimet në lagjen Dardania në këtë periudhë të shirave vazhdojnë të ngelen të mbyllura për kalimtarët shkaku i ujit të mbledhur. Të gjithë banorët duhet të kalojnë në një rrugë alternative, e cila është shumë më e gjatë se ky nënkalim. Zëvendëskryetari i komunës Tetovës, Albi Qamili, thotë se projekti është i gatshëm dhe tenderi ka kaluar, por për shkak të kushteve klimatike, ky projekt nuk do të fillojë tani. Po aty ka projekte. Projekti veç më është gati shkak i kushteve klimatike, së shpejti do të fillojnë edhe punimet. Ne nuk duam që atë problematik ta zgjedhim shkele shko, ajo problematika e mbledhjes së ujit tek ajo zonë duhet të marrë një herë për gjithmonë fund dhe besojmë se brenda një viti aty më nuk do të ekzistojë asnjë lloj problemi me mbledhjen e ujit. Ndërsa drejtori i ndërmarrjes publike komunale Sharri Valon Zeqiri thotë se ndërmarrja do të gjejë një zgjidhje të përkohshme, pasi në këtë pjesë janë bërë disa lidhje të jashtëligjshme që shkaktojnë grumbullimin e ujit, por nuk përjashton mundësinë që të vendoset edhe një pompë për të nxjerrë ujin jashtë. Të mundohemi ne si ndërmarrje që të intervenojmë, të gjejmë një zgjedhje të përkohshme deri në pranverë të fillojnë punimet. Zgjedhja e përkohshme është së bashku me inspektoriatin, këtu ka disa shtëpi të cilat janë të lidhur dhe ato shtëpi të cilat janë të lidhur në këtë pjesë shkaktojnë këtë mbledhje të ujit që bëhet në këtë zonë. Nëse janë kyçur në mënyrë ilegale, do ta bëjmë shkyqjen e tyre dhe do të gjejmë një zgjidhje të përkohshme, ndoshta nëse duhet do të vendojmë edhe ndonjë pumpë aty e cila do të pastrojë rregullisht ujin i cili do të mblidhet. Besoj se deri në pranverë do të zgjedhim një zgjidhje të përkohshme. Para një jave në këtë nënkalim vetëm për një paraditë ngelen 4 vetura të bllokuara nga uji, ndërsa sa herë ka pasur reshje shiu, njësia kundër zjarrit në Tetovë ka intervenuar, por reshjet e njëpasnjëshme kanë bërë që ky nënkalim të jetë i bllokuar për javë të tëra.